Si është opinioni I komuniteteve të tjera për komunitetin shqiptar? Nuk do isha këtu sot, po mos isha pjesë e këtij komuniteti. Kudo që shkojmë, neve na hapin dyert. Për arsye se shqiptarët I kanë hapur dyert vetvetes kudo që kemi qenë. Shqiptarët nuk janë thjesht suksesshëm si avokat. Nuk janë thjesht suksesshëm, janë suksesshëm në çdo fushë tjetër, janë si në biznes, si arkitekt, si inxhinier, si profesor, në media, në çdo aspekt tjetër të jetës. Dhe suksesi jon individual ndihmon komunitetin e gjerë. Dhe suksesi I komunitetit tonë dhe prezenca e komunitetit tonë në jetën amerikane në mënyrë aq të shkoqitur dhe në mënyrë ku jemi të pavitueshëm dashur pa dashur, që të gjithë na njohin se kush jemi, gjithë na njohin si komunitet. Ajo na ndihmon neve në mënyrë totale në prezantimin me çdo aspekt tjetër. Dhe shembullimi individual në botën time si avokat është ky që kudo që shkoj, kur kam filluar në fillim fare punën si avokat para 16 vjetësh, ose kur punoja në gjykat para se të isha avokat, apo kur kam punuar në Senatin e Amerikan para se të filloja punën si avokat, gjithashtu. Mbaj mend që në atë kohë, kur mundoshin të thoshin mbiemrin tim, Nushaj, e gjoj në 100 mënyra të ndryshme, po nuk e gjoj asnjëherë ashtu siç shprehet, ashtu siç thuhet mbiemri. Ndërsa kur shkoj sot, edhe në vendin e gjykata ku nuk më njohin, ku nuk kam qenë herë më parë ose para një gjykatësi që nuk më njeh, din si ta thon mbiemrin. Edhe ajo ka qenë ndryshimi numër 1 që kam parë unë. Edhe pse ndodh ajo. Nuk ndodh sepse më ka dalë mua emri se kush jam mos I renisi, sepse unë kur shkoj çata më ty në e-course, aty më ka qelluar që të shkoj një herë në 10 vjet. Nuk ka pasur njëri aftësi të mësoj dhe të mbaj mend emrin tim në atë gjykat. Por çka ka ndodhur? Kam vajtur, aq shumë shqiptar gjatë viteve, saqë janë mësuar se si thon emrat tan. Edhe kur gjën një emër, kur shikojnë një mbiemër që mbaron me ajo siç mbaron ky jemi për shkakun, din ta shprehin ashtu si duhet. Ajo është vlera e komunitetit, ajo është vlera e qenit pjesë e këtij komuniteti të gjerë, e shpërhapjes, ajo është vlera e qenit një komunitet te masë pozitiv, me vlera me të vërtet të rëndësishme për opinionin tim, me vlera morale, me vlera ekonomike, me vlera patriotike, me vlera të këtij komunitetit. Që, në fund fare, edhe ne shkolla ti bësh komplimenta vetvetes, edhe komplimenta komunitetit nga cilin unë e ju vim që të dy. Por ky është një realitet. Në qoftë se komuniteti jonë ishte një komunitet problematik. Kam përshtypjen që eksperiencat e mia do të ishin negative, detyrimisht. Por eksperiencat e mia nuk janë negative, përkundërzi, kanë qenë gjithmonë eksperienca pozitive si avokat që përfaqëson individ, klient, individ apo që përfaqëson korporata ndryshme, bizneset e këtij komuniteti. Ajo ka qenë eksperiencë e personale dhe vazhdon të jetë eksperiencë e personale. Dhe është prej atyre vlerave që sapo përmendëm. Po mirë, vazhdon të jetë eksperiencë jo personale avokat, por tani shikuesit na dëgjojnë jo vetëm klientët, por gjithë shqiptarët, ju shikojnë si avokat I suksesshëm dhe duan t'ju kenë avokat. Nesër ju do shkoni në senat. Çfarë ndodh tani? Si funksionojnë këto dy? Faleminderit. Kjo është kompliment. Faleminderit. Në fakt, kjo puna në senatin e shtetit tonë është punë part-time, është punë e përkohshme. Senati jon dhe dhoma përfaqësuese e shtetit janë të angazhuar vetëm në mënyrë të përkohshme, zakonisht marrë të mërkur të njëjtë, vetëm kur janë në session, kur janë aktiv. Edhe ajo është një moment specifik gjatë 2 sezoneve. Detyrimisht puna ime si avokat vazhdon përpara, nuk do e lë punën, përkundrazi. Ashtu siç ka qenë kënaqësi dhe nder që të përfaqësoj këtë komunitet, si avokat do vazhdoj ta bëj ato edhe në të ardhmen, edhe mbasi të fitojmë këtë garë politike. Po, ishte lajm kjo. Kjo është lajm, edhe pse është një kulturë në fushën e administratës amerikane, po jo të gjithë e dinë. Është vërtet. Por jemi mësuar në parlamentin tonë. Po, disa element të infrastrukturës amerikane, pasi betejë është më e madhe aty. Po. Ne folëm për veten tonë, për shtëpinë tonë. Tani do flasim për komshinjt. Po. Edhe sepse ka mundësi që edhe një shqiptar, se edhe unë komshit I kam tërë tuaj. Po. Edhe kur vjen problemi kam marrëdhënien mundësinë t'i them atje që voto për mikun ton. Cilat janë disa nga infrastrukturat që ju keni shfrytzuar dhe duhet të shfrytëzoni gjatë fushatës elektorale, edhe për kulturë, por edhe për praktikë? Po, ajo është pyetje shumë e vëndë dhe I falenderoj për ata. Në fund fare neve, edhe pse kontaktojmë dhe kemi folur ashtu siç thatë ju që po flasim për veten tonë, për komunitetin tonë, lufta shumë e gjerë sa aq. Në ata 115.000 veta që votuan herën e kaluar, sado që ne kemi diku rreth
4.500 shqiptarë që votojnë, që kanë aftësinë të votojnë, kam përshtypjen që shumica prapë gjithsesi mbetet nga të tjerët. Mënyra si arrihet vota e gjithë tjerëve nuk arrihet thjesht duke thënë që duke kontaktuar vetëm shqiptarët tanë. Pjesë e luftës dhe gjithçka që po bëjmë ne tani është kontakti me çdo person të mundshëm që voton në këtë distrikt. Por shqiptarët tanë kanë rol, siç sa më përpara, aftësia për të folur me komshinët, aftësia për të organizuar momentin kur neve marrim telefon, edhe këtë kemi filluar duke bërë që para rreth 1 javë, 2 javësh. Marrim telefon çdo klient tonë, çdo person që është me origjinë shqiptare, që shikojmë emrat që janë të regjistruar. Dhe themi, a mund të vim i kontaktojmë ata në mënyrë direkte. Para njëherë kemi filluar dërgojmë kartolinat që i vinë shpiqit të gjithëve. Edhe kushdo që është pjesë e këtij distrikti do marrë një kartolinë në mënyrë personale me shkrimin tim dorës, që thotë, ju lutem në mbështesni, ju lutem në ofroni votën për primaren në 4 gusht. Pastaj kemi një program që thotë që marrim telefon që gjithë ata që kemi numrat e telefonave. Dhe i themi, ju lutem, a mund të vëmë një shenjë aty para oborrit që thotë Renis Nushaj për kandidat. Si pjesë e asaj bisede gjithashtu themi, ju lutem, kontaktoni komshit, kontaktoni miqt, kontaktoni këdo që ju do që kemi në këtë distrikt, edhe në qoftë se si duhesh na japin votën thjesht me bisedën tuaj, perfekt. Në qoftë se duhet prania ime apo prezenca jonë dhe biseda jonë, jemi të gatshëm shkojmë të takojmë aty ku janë. Detyrimisht ajo është pjesë e këtij programi që bëjmë. Tani ne vjen të angazhuar në mënyrë totale kur vjen puna me mediat, qoftë me televizionet tonë, po edhe me televizionet e tjera. Për shembull, sapo bëra një intervistë me një televizion të komunitetit tonë që është në Bloomfield Hills, duke qenë se zona, edhe pse nuk është Bloomfield Hills vetë, por shpërhapet dhe ka edhe zonën e mbar amerikane të komunitetit. Do kemi të angazhuar me radio, me podcast, me televizionet e tjera, ku do bëhen reklamat, dhe ato që gjitha fillojnë tani në fillim qershorit, që do dalin mas. Ajo është pjesë e gjithë garës që po bëjmë në mënyrë që të marrim çdo vot, sepse çdo vot është e rëndësishme. Kur flasim për një dyshim votash mes 2 kandidatësh herën e fundit me 795 vota, kjo më thotë mua si Renisi, unë duhet fitoj çdo kënd. Nuk mund ta lë thjesht vetëm me shqiptarët apo me një grup specifik etnik apo me Bangladeshin apo me indianët apo me thetash. Duhet i marrim gjithë. Dhe është e nevojshme që të kemi mbështetje totale nga kushdo që na dëgjon dhe kushdo që na shikon dhe kushdo që na njeh. Dhe mbështetja totale do të thotë që duhet të flasim atyre komshive, duhet të flasim njerëzve për qark. Kjo është vlerë shtuar për ne si komunitet siç sa më parë, duhet të vlerë sot, motë dhe sa tjetër pastaj. Neve na duhet nxjerrim një kandidat në këtë rang. Në momentin që nxjerrim një kandidat në këtë rang, do të kemi vlerë pastaj për çdo kandidat tjetër të këtij komuniteti për sa kohë të jemi këtu. Si jemi me fushatën? Fushata është deri tani ne jemi me fat. Kemi mbështetje shumë mirë. Komuniteti jonë dhe komuniteti i gjerë amerikan dhe partia na mbështet në mënyrë totale. Kjo është në të vërtetë diçka që mua në farë mënyrë është vlerësim dhe unë personalisht e vlerësoj tej mase. Mbështetja ka disa ngaherë ne siç kemi folur më parë bashkë, është vështirë të dish se ku qëndron, sepse do marrim vesh ku qëndrojmë lidhur me këtë ditën kur bëhet vota finale dhe në bazë të rezultateve finale. Por nëse shikojmë këto parametrat e aspekteve të fushatës, deri tani këto parametra që kemi aftësinë që ti analizojmë i kemi pozitive. Mbështetja financiare që kemi pasur nga komuniteti jonë, nga bizneset, nga kushdo që kemi rreth për qark vetes, ka qenë shumë e mirë. Tani jemi duke luftuar, duke bërë një luftë për te asaj ndihmës në gjigande që na ka dhënë ky komunitet, po mundohemi marrim ato gjërat e vogla sepse nganjëherë numrat e atyre që kontribuojnë ke fushata jonë janë shumë të rëndësishëm se sa kontributi totali një individi. Në garën që jam unë, kontributi totali që mund t'japi një individ është $2,450. Dhe ajo na ndihmon që të blejmë normalisht ato spotet televizive, podcastet e më thetash. Por nganjëherë në shumë prej anëtarëve të komunitetit tonë, dhe në mënyrë normale mendojnë, ok, unë nuk kam aftësi të jap shifra që zakonisht reklamohen gjatë këtyre fushatave elektorale që bëjmë neve dhe takimeve që bëjmë neve, dhe në një farë mënyrë stepen edhe thjesht do japin votën në fund fare që është normalisht e mirëpritur dhe mos e kuptueshme. Por nganjëherë, siç e dini ju zoti Vila, ato kontributet minimale, $5, $10 për individ, për familje, tregojnë mbështetje më të gjerë, ato realitetin e mbështetjes që ka një kandidat. Prandaj edhe neve kemi qenë të fokusuar dhe vazhdojmë të jemi të fokusuar duke kërkuar komunitetit tonë që t'japi atë mbështetje.
Mbështetjen $5. Po do largoni $5, që nuk do bëj asgjë juve dhe mbase do na shtojnë neve shumë pak në aspektin financiar, do na ndihmonte te mase në kontributin në pikpamjen e mbështetjes që shikojnë të tjerët nga jashtë brenda, ku tregohet që ky komunitet me vërtet e mbështet të kandidat. Detyrimisht ajo ka qenë deri më sot kërkesa jonë ndaj komunitetit dhe vazhdon të mbetet kërkesa jonë. Sa më shumë kontribute të tilla të vogla që të kemi, aq më në mënyrë disproporcionale do të tregojmë mbështetje nga komuniteti. Pra nëse një milioner jep 5 milion, atëherë 5.000 shqiptar japin 1 milion, mendoj se është më mirë është me ata. Më mirë me ata tanët, me $5. Po marrë të $5 më mirë se sa të merresh atë milioner. Është dhe më thjesht kjo. Absolutisht. Është dhe më thjesht për të realizuar. Jam dakord. Si koha Obamas thoshte $1. $1, po. Tani unë kam rritur se jemi shqiptar, rritet edhe çmimi i gazit, ke parasysh? Po, $1. Po mirë. Tani para se të ndajemi me shikuesit edhe para se të japësh një mesazh, do të doja që të përsërit një si bëhet regjistrimi dhe kur bën votimi, cila është data e votimit finalja? Po. Ku jemi? Po, data finale e votimit është në 4 gusht të 2026. Votimet fillojnë më parë. Ka 3 mënyra për të votuar. Mund të votosh në 4 gusht në person. Shkosh atje ku ke kutia, ku e keni vendin ku votoni zakonisht, nëse je regjistruar, shkon, bën votën, ajo është data finale. Një javë përpara asaj date, ke aftësinë që të shkosh gjithashtu në person ke qyteti. Çdo qytet rreth për Qarknesh ka nga një vend specifik, në përgjithësi ke kurselia e qytetit vet, dhe ka aftësinë që të shkosh të bësh një të njëjtë, votosh në person. Është një javë rresht para asaj datës 4 gushtit. Mënyra e tretë, kjo është mënyra e dytë. Mënyra e tretë për votuar është kur të vjen në post, kur je regjistruar që fleta e votimit vjen me post në shtëpi. Edhe ajo është mënyra si shumica e njerëzve votojnë sot. Rreth mbi 60% e popullatës voton me absentee ballot, që të vjen në shtëpi. Edhe thjesht ke aftësi ta çosh në kërkon ajo absentee ballot të vjen në shtëpi, e dërgon, mbaron punë me kaq. Këto janë 3 mënyrat. Për të regjistruar, gjithmonë regjistrohesh ke Sekretaria e Shtetit, ajo regjistrimi bëhet online në internet. Nëse ka vështirësi, siç thamë edhe herën e fundit kur folëm bashk, mund të kontaktoni tek zyra dhe neve në punësit e zyrës time, unë personalisht do ju ndihmojmë në mënyrë që të regjistroni. Si ju, si anëtarët e familjes, miq, kudo që të keni, sepse regjistrimi normalisht është shërbim jo vetëm ndaj kësaj fushate përkundrazi, por shërbim ndaj komunitetit tonë të gjerë. Këto janë ato metodat kryesore edhe të regjistrimit, por edhe të votimit. Në një tjetër specifike? Do ju falenderoj te masi këtë komunitet për mbështetjen deri më sot, do ju falenderoj për mbështetjen që jemi deri në ditën e votimeve dhe për te, dhe do ju di për falenderoj gjithmonë. Ju falenderoj. Senator, faleminderit që ishe në bisedë. Faleminderit ju. Jam I bindur që do të jesh senator, pasi neve si komunitet jemi të kënaqur, vetë ju personalisht, familja juaj dhe ne si komunitet jemi të kënaqur për formimin tuaj në këto nivele. Edhe jemi të kënaqur që të shohim një vlerë në Senatin e Michiganit dhe për aq më tepër për herë të parë. Të falenderoj shumë. Shikues të nderuar, ishim me avokat Ernis Nushaj, kandidat për në Senatin e Michiganit. Sollëm disa informacione lidhur me shfrytëzimin e resurseve të komunitetit tonë, për komunitetin shqiptar-amerikan edhe atij amerikan, lidhur me mundësitë që jepen kandidatëve për t'i marrë shfrytëzuar dhe për t'i vënë në shërbim këto resurse për të patur sukses. Por, edhe pse ata shfrytëzojnë këto resurse, unë mendoj se çdo individ është një resurs më vete, edhe jo vetëm me atë ndihmë $5 që thot avokati, por edhe me votën e tij. Deri në takimin e radhës, mirupafshim me një të ftuar tjetër, por do të jemi javën që vjen me avokatin përsëri. Avokat, të falenderoj. Ju falenderoj juve. Mirupafshim. Mirupafshim.